Tani, a ka diçka të veçantë atje që i akuzon këta djemt? Për mua jo. Për mua nuk ka gjë të veçantë. Sepse pavarësisht se mund të ketë ndodhur diçka që unë nuk e di se ka ndodhur. Mos harro, një pjesë e atyre që akuzohen ata vendosen edhe në Kukës, në Bicet Kukësit, në Has, në Tropoj, si terren. Po atje nuk ka po ndodhur, nuk ka patur gjëra të kësaj natyre. Sepse atje kam qenë unë. Dhe unë asnjëherë nuk u thirra nga kjo prokurori. Pra, ju nuk keni marrë asnjë ftesë për dëshmuar. Asnjëherë nuk u pyeta unë komandanti. Unë ai që pa lejen time nuk guxonte kush në bëj asnjë lloj veprimi. Por, me që i thoni këtë, me lejoni të t'ju citoj Fatos Klosi. Fatos Klosi ish kreu i Shikut pak ditë më parë në një intervistë, kur u pyet nëse ka pas burgje të UÇK-s në Kukës, ka deklaruar që konkretisht për ta cituar, me gishtat e dorës kanë qenë thot, po kanë qenë gabim thot, edhe sapo janë marrë vesh janë liruar. Qëndron kjo? Shiko. Unë nuk mund të mohoj që eksponent të shërbimit UDB-s apo të Kosit të përzier me popull dhe të futur në Shqipëri me shpërnguljet e vitit 99, nuk janë ndaluar për të pyetur nga djemt, ore, po ti, që kërkon këtu? Pse je përzi me popull këtu ti? Më kupton. Por askush nuk është burgosur, sepse, ore djalë, po ne nuk kishim bukë për ushtarët, mëre. A e kupton? Po ne kërkonim të gjejmë një batanie për t'ia dhënë një ushtari, mëre. Se s'kishim hiq. Dhe i pinte shiu kur rriz ushtarit. Dhe një batanie nuk kishim mundësi t'ia jepnim. Dhe pas kemi pas mundësi ne të ngrem burgje, e të mbajmë ca palaqo aty mren, ti ushqem edhe me bukë, t'u bëjmë edhe shërbim, t'i qojmë edhe të tualet, t'u bëjmë edhe dush. Qanë budalliqe që nuk jasë qenë. Nuk ka ekzistu kjo punë, jo se ndoshta nuk duhet të ekzistonte, se bile duhet të ekzistoni. Se çdo luftë ka nevojë edhe për burgje, burgu është elementi i luftës. Por ne nuk kemi pas mundësi mërë të bëjmë këta. Po s'kemi pas kapacitete. Ne në lushin me ndekres të sigurojmë të hanë luftëtarët. Luftëtarët, 10.000 luftëtarë, shtronin dushk me ushtërim mbi të me pushu, atje në çadër, kur kishin mundësi. E batanie me lëshun për shpinë nuk kish. E do ngrishim burg në për po lek të budalliqet atyre që kanë parë luftën nga larg, që s'kan dhe as zhurmë as ushtimin e luftës dhe bëjnë tani si të ditur për nuk e di, macerojnë nervat të bëjnë kësaj natyre. Nuk ka pas burgje, po të them se nuk ka pas mundësi. Jo se nuk duheshin, bile duheshin të fortë, bile nuk duheshin lëshuar. Bile duheshin bërë dhe gjyqe të forta, eksperimentale për disa figura që bëjnë lam edhe sot, që kanë bërë krime ndaj shqiptar. Konkretisht emra, mund të thoni për këtë? Që flasin dhe sot? Jo, nuk e di, nuk i maj me në evidencë ato, mos më nga të robir me emra, se nuk di me emra, por ka sa të duash. I gjeni po të toni, shkonin të rëndë, i gjeni që janë aty, dhe bile hapin shpellën, është si puna njerit diku që e futur në burg për një qest, e nëse në djalit, dhe kur doli nga burgu në 90-ën, duli burgosur politik, edhe u bo kryetarit burgosurve për rajon të saktu. Kryetarit burgosur politik. A kuptoni që ndodh tuke ne apo jo? Pra ju po më thoni që pas luftës na dolën shumë komandant, më shumë se qishin. Jo, komandant, mos më ngatro me komandantët. Komandantët e diçka tjetër, nuk thash këtë unë.
Dakor, pa e kanë fjalën që morën shumë spaleta pas luftës. Termin komandant ju gazetarët po e trajtoni si me qenë të thonë prostitut. Nuk është kështu, djali mirë. Nuk është kështu. Termi komandant është lavdi e luftës. Dhe gjithë ata që kanë qenë komandant vërtet, kanë qenë lavdishëm. Por ka një defekt që në media për shembull trajtohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur gabim. Sa do të thuash? Thot XY komandanti UÇK-s. Po ka dalë më burr komandanti UÇK-s, i bëni gjithë komandant UÇK-s. Ai ka qenë komandant skuadre. Thuaj komandant skuadre në një kompani apo pa kompania, çfarë duash në UÇK, komandant një siti, komandant toge, komandant kompanie, komandant batalioni, komandant brigade. Po jo komandanti UÇK-s, tani u bën gjithë komandantët UÇK-s dhe unë kthej krye tani janë 2000 komandantët UÇK-s dhe unë nuk e di cilë janë. Pikërisht për këtë po ju flisja, pikërisht për këtë. Ky është abuzim i juaj gazetarëve, që nuk e qoni deri në fund fjalin. Po thoni Kutusilama komandanti UÇK-s, jo more kallëzo. Komandant i divizionit të dytë të Komsarisë në Kukës. Ky ka qenë komandant i emëruar Kutusilama. Këtë detyrë ka pas funksional. Ramush Haradinaj, komandant i zonës operative të Dugagjinit. Ky ka qenë komandanti. Shukia, komandant i zonës operative të Nerotimet. Ky ka qenë komandanti. Samil Ushtaku, komandant i zonës operative të Drenicës. Virani emrin. Nuk kemi arsye të themi filoni komandanti UÇK-s. Po jo, sepse po na i bëni rëmuj. Dhe pastaj vjen puna, ne keni bërë këto komandante që kur zihet nga komandanti thotë që zon ndaj prostituta. Më kupton apo? Jo, komandanti janë të lavdishëm. Mos na i bëni kështu banale çështjet.